Pasi e takoi para pak ditësh, vdes babai i Hashim Thaçit. Nga mediat mësohet se brenda QKK-s është dhënë lajmi se ka ndruar jetë Haxhi Thaçi, babai i Hashim Thaçit. Ai ishte i shtruar në qendrën klinike universitare në gjendje të rëndë shëndetësore, ku edhe ditëve të fundit ai është vizituar nga djali i tij Hashim Thaçi. Mediat thonë se Haxhi Thaçi ka ndruar jetë në QKK para disa minutave. Babai i Thaçit ka qenë në gjendje të rëndë shëndetësore, duke u trajtuar në klinikën interne.